erdhët, jemi në pjesën e fundit, do të gatuajmë një tjetër recetë tani pas 2 të parave, një tavë me kungulleshka me djathë, tani po përgatisim, kemi pjekur patate, do të shpjegojmë dhe recetën, po kaluam të qoftet si recetë e dytë, i kemi servirur me një krem djathi, shumë shishëm, edhe këndshëm për ta sjellë në vaktet tuaja. Do t'i gjeni të dyja receta dhe në rrjetet sociale edhe në kanalin tonë në YouTube, pak më vonë. Ndërsa tani, mes nxehtësisë që kanë këto patate të janë shumë të nxehta. Kemi vendosur më herët për t'u pjekur dhe do t'i mbushim një varg patatet i kam marrë, i kam bështjell me letër alumini, i vendos një temperaturë të lartë tek furra dhe i pjek sa? Pa faqë dikute 25 minuta pa tjetër, që të zbuten. Shtoj majdanos dhe të gjithë të mas e marrë dhe e vendos tek, sepse nuk ndalem këtu, Mua më pëlqen që me një gatim, me 2 përbërës, ne të kalojmë dhe në gatimet të tjera. Fshi vëndin, mirë. Grobzat i kam bërë dhe kaloj direkt në një proces termik. Vendos të nxerën. Dhe shtoj mas gjalpi. Tek gjalpi, shtoj vaj. Dhe e lë pak sa të tretet. Do të shtoj masën e miellit. Derisa të shpërthejnë aromat. Gjalpi, ndyra duhet jetë pak më tepër, se mielli ose e barabartë me masën e miellit. Më pak kjo, sepse ne kemi mielin që na kokrizohet dhe nuk del e duhura. E lë pak sa të piqet. Dhe largoj gjërat që të kem vendin të marrë pak atë ngjyrën, pra të piqëremt, të lëshoj aromë mielli. Qumë është. Avash. Nëse e kemi nuk e kemi të ambientit, e mira është ta kalojmë si fije peri. Me lëvizje të shpejta ciklike të telit, të rahës. Në të kundërt, marrim qumshin, e nxehim, dhe në krahun tjetër ne kemi bërë gjalpin edhe mielin, derisa të jetë ajo masa e lëngësh likuide e miellit. Në qumshin e nxehtë që ne kemi, marrim lug, marrim nga masa e miellit, qullin, të flasim, dhe e shtojmë tek qumshi i nxehtë. Pra, beshameli ka 2 lloj alternativash. O këtë që ne e bëjmë tradicionalja jona, ose e kundërta që marrim lug dhe e shtojmë tek qumshi i nxehtë. Në të kundërt, marrim mielin në seshten, i rahim mirë, e kalojmë në proces termik dhe e shtojmë një vezë. Shtoj dhe pjesën tjetër dhe nuk më duhet asgjë tjetër, vetëm për të shtuar masën e kripës. Arë muskat ose në të kundërt, piper i bardhë. Piperi zi i jep një shije më të veçantë patates, sikurse unë do ta shtoj dhe pjesën tjetër këtu. E përzijej mirë. Fillon të trashet ajo, të rëndohet teli. Dhe direkt vezën. Në përzirje të shpejta,
fik vatrën, e kaloj paksa dhe normalisht shtoj masën e djathit. Jap një shijet të veçantë dhe e lë të tillë. Shtoj pakës gjallë. E tham, një e verdhë, një e kuqe e bukur, e verdhë e bukur si të doni ju, opa. Ajo kremi do t'i mbuloj këtë pjesën me gjithë mbushjen brënda, kështu që ju po shihni hap pas hapi të dyja proceset, edhe të beshamelit, edhe të përzierjes së patateve, pure, me erza vezë. Hapi i parë, pra mirë është që të gjejmë patate të mëdhaja, kjo nuk është e vështirë, i pjekim, kryojmë zgavrat, marrim atë masën mbushjes, i shtojmë dhe erza dhe bëjmë beshamelin nga ana tjetër. Tani tregojmë montimin. E bëj paksa më të butë në punim. Të sjella në formë më Po të duam, aromatike. shtojmë proshut, kërpudha, pastaj kemi bërë atë pataten e famshme turke, që them drejtën është tjetër nivel. E mbushur. Po, e mbushura, po tjetër, e kemi bërë në dimër atë neve. Dhe ja, i edhim një sy pak recetës së shkruar, se jemi drejt fundit të përgatitjes gatimeve për ditën e fundit në fakt të sezonit ton, patate të mbushura me djath. 4 patate të mëdha, 4 vezë, 4 luggjelle djath i thërmuar, krip, piper, majdanozi, gririmët, pak qumësht. Në salcë beshamel do të shtoni 3 miell, 3 lug miell, 2 gota qumësht, 3 lug gjalp, 1 vezë, 2 luggjelle kaçkavall të grirë, 1 luggjelle gjalp për sipër. Dhe kështu është receta e strukturuar, e shkruar. E punoj mirë. Dhe i shtoj, dhe pak sa këtë, ja. E mbuloj komplet me beshamel. Kremi është fantastik pastaj në pjekje. Thjesht vetëm sa merr atë ngjyrën dhe asgjë tjetër nuk na duhet. Unë pjesën për shembull që na ngel, të mbushjes pjesës. Pra bëjmë patatet, qoftë me patate. Daç i pjekim, i vendosim aty në tavë, se se gjen gjë dhe... Po, patjetër. Të këtu. Dhe e shijojmë në 2 forma, edhe me krem beshamel, edhe pa krem beshamel. Ja dhe patatja e fundit, dhe me patatet e mbushura që përgatitëm, mbyllim edhe këtë sezon të gjatë të përgatitje. E mbyllim pa, jo, s'ka puqi me mua, jo, s'ka... Me përqafim të ta mbyllim me përqafim, ha? Duhet që të pushojmë pak, që të marim energji për sezonin e ardhshëm. Edhe për t'ju sjellë të tjera gatime anvisave tona, e dim që
Juve zot ju marri malli fare se do na gjeni në ekran përsëri me ritransmetimet e puntatave të mira të programit që kemi përgatitur dhe sjell për ju për gjatë gjithë sezonit, ndërsa neve patjetër. Por na duhet që të marrim veten dhe të fillojmë një tjetër sezon me energji të reja, me rubrika të reja, me gatime të reja, gjithmonë këtu çdo ditë në ekranin e Report Televizion. Pushime të mbara. Amin. Deri në shtator. Me këngë të reja, me gatime të reja, me të gjitha të reja. E lulen që këpusin o bobo, qunat edhe gocat o. Kështu të mbyll me muzikë. Verë të bukur, pushime të bukura. Jemi në shtator. Ndërkohë, ju pres për bisedën me të ftuarat. Njëra prej tyre është këngëtare, janë 3 motra, do të na kënaqin me bisedën e tyre. Ju pres pas pak.